festuan datat historike 22 dhe 28 nëntori dhe sa zbatohet multietniciteti në këtë vend. Mendoj se këto dy festa, jo vetëm tek shqiptarët e Maqedonisë, po gjithandej festohen në mënyrën më të mirë të mundshme, të dinjitetshme, edhe me përkrahjen shtetërore, vetë fakti që 22 nëntori është edhe festë shtetërore, flet edhe për peshën që e kemi si shqiptarë këtë vend. Cili është statusi aktual i shqiptarëve dhe a gëzojmë sot pozitën e merituar shtetëformuese? Për pozitën shtetëformuese të shqiptarëve do duhet të flasim kur të ulemi, se nuk është çështje që mund të bisedohet këtu në këmbë. Kur do të miratohet ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat? Shpresojmë shumë shpejt të na vijë me sugjerimet, rekomandimet e komisionit dhe në momentin e parë që do kemi sugjerimet, do të fusim në procedurë parlamentare. Se disa ligje kyçet nga agjenda evropiane ende nuk kanë arritur në kuvent. Por ndonjëherë ka ligje që janë komplekse, që mbaren nga disa ministri. Si do të arrihet konsensusi mes mazhorancës dhe opozitës për miratimin e tyre? Konsensusi është një çështje shumë e rëndë politik, por është synim i imi, duhet të jetë synim i elitave politike. Si do t'ja bëj kuvendi me ndryshimet kushtetuese çelësin për hapjen e negociatave me BE-n? Jemi gati, presim marrëveshje politike në nivel të qeverive, në nivel të Brukselit. A është gati edhe VMR dhe PMN për ndryshimet kushtetuese? Është pyetje për VMR dhe PMN. Për këto dhe shumë çështje tjera, përgjigjet më të hollësishme i jep kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashti. Na ndiqni.